15 kamion të ngarkuar me mineral kromi dhe 4 të tjerë me inerte janë bllokuar nga policia e Lezhës pasi nuk ishin dokumentacionin për katës. Nga kontrolli i ushtruar nga policia e Lezhës në aksin rrugor Milot Laç, është bërë i mundur bllokimi 19 kamionëve kontraband. Nga veprimet e para hetimore të kryera nga ana e policisë, rezulton se materiali i ngarkuar me krom dhe inerte në këta kamion nuk dispononin dokumentacionin e nevojshëm ligjor dhe shoqëroheshin me faturë të thjeshtë, ku nuk ishte shënuar sasia e mallit dhe as vlera e tij. Mësohet se minerali u përket disa subjekteve të biznesit, të cilat operojnë në rrethet e Bulqizës dhe Dibrës. Në lidhje me këtë aksion ka nisur edhe një hetim, ndërsa janë marrë në pyetje drejtuesit e mjeteve, të cilët janë shoqëruar për në komisariatin e Kurbinit, pasi akuzohen për veprën penale, fshehje të ardhurave dhe falsifikim dokumentesh, kryer në bashkëpunim. Ministria e Brendshme ka urdhëruar ngritjen e një task force për ndalimin e kontrabandës së mineralit të kromit. Urdhri është komunikuar nga ministri Tahiri, i cili është shoqëruar edhe nga kreu i policisë së shtetit, mbajti një takim me dyert të mbyllura me drejtuesit e policisë së Lezhës dhe të Dibrës. Ministri tha se shumë shpejt do të nisin kontrollat dhe verifikimet në lidhje me shkelësit e ligjit për të frenuar këtë fenomen shqetësues. Historia e të paprekshmeve ka mbaruar. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin, asnjë shkelës nuk do të tolerohet. Duhet që policia të bëhet organizata më e pastër dhe ka ende shumë punë për të bërë, dhe për këtë keni mbështetjen time dhe të drejtorit të policisë së shtetit. Të gjithë ne jemi në provë përpara qytetarëve, ka thënë Tahiri.